Pas më shumë se 17 vitesh pa ndërhyrje në kanalin e Vivarit në Butrind, ka nisur procesi i thellimit dhe pastrimit të kanalit, një ndërhyrje që synon të rikthejë qarkullimin natyror të ujrave mes lagunës së Butrindit dhe detit Jon. Punimet u inspektuan nga Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla, së bashku me kryetarin e bashkisë Arandol Tion Çaçi, kryetarin e bashkisë Konispol Erges Dule, deputetët e zonës dhe përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë. Ndërhyrja konsiderohet e rëndësishme jo vetëm për ekosistemin, por edhe për aktivitetin ekonomik të zonës, veçanërisht për kultivimin e midjes dhe peshkimit. Ministri Andi Salla deklaroi se pas përfundimit të ndërhyrjes synohet rikthimi i kuotave për kultivimin e midjes, një proces që sipas tij do t'i jap një shtysë të re ekonomisë vendase dhe do të krijojë mundësi për rritjen e prodhimit. Dhe i gjithë këtë paket investimesh që ne shkon dhe i vute 20 milion euro për këtë zonë bujqësore, për të mbrojtë tokat bujqësore, për të shërbyer në vaditje dhe për të kulluar tokën. Dhe ç'është më e rëndësishme që ne mbas 17 vitesh do të hapim edhe kuotat për midhjet, që është një lajm shumë i mirë për vendin, për Sarandën, për rrimin e kanalit, Konispolin, për gjithë Shqipërinë, por është një vepër që na ndihmon ekonominë vendase, ekonominë e peshkimit e strukturën tjetër pastaj që lidhet me hapjen e kuotave që ne do ta bëjmë me ministrinë për peshkatarët e zonës edhe ata që do të përfitojnë nga kjo histori. Ç'është më e rëndësishme që ne kemi një midhje shumë cilësore dhe standarde që jo rrallë e gjenë në tavolinat e vendeve të europiane, sepse ka një veti që lidhet midis ujit të ëmbël dhe ujin e kripur që bën edhe pjesën e oksigjenimit dhe pjesën tjetër të kripës që i duhet edhe midjes. Thellimi i kanalit të Vivarit shoqërohet edhe me ndërhyrje në kanalet që furnizojnë lagunën me ujë të ëmbël. Synimi është krijimi një ekuilibri më të mirë hidrologjik dhe përmirësimi i kushteve për florën dhe faunën e këtij ekosistemi të rëndësishëm. Por krahas investimit theksohet edhe nevoja për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e kanalit në vijim, përmes bashkëpunimit mes institucioneve qendrore, pushtetit vendor, peshkatarëve dhe kultivuesve të zonës. Ne duhet marrim masa që kjo historia e investimeve apo parandalimit në kohën e verës, që kur na vit dimri le të kemi një paraprim, siç janë gjeraturat, çaret që kemi pas në zonë që ne i riparuam kohë rekord, por që ne duhet që të përgatitemi tani. Po bëjmë një paket investimesh me projekte ku kemi ne nevojë dhe ku duhet që të investojmë në gjithë Shqipërinë. Një nga ato është edhe hidrovori për investim që ta fusim në buxhetin e vendit. Me rikthimin e funksionalitetit hidrologjik të kanalit të Vivarit, ndërhyrja synon të krijojë kushte më të mira për ekosistemin e Butrindit dhe njëkohësisht për një nga aktivitetet tradicionale të zonës, kultivimin e midjes, duke i dhënë një perspektivë të re ekonomisë lokale.